Do të pastrojmë edhe në shtëpi tona, kush do të hajë të tjerët pas shpine do të shkojë ku e meriton. Spak nuk do të shkrihet. Ky ka qenë edhe mesazhi që ka dhënë kryeministri Edi Rama gjatë takimit me gratë dhe vajzat në kuadër të 8 marsit. Rama tha se një drejtësi e re është kusht kryesor që Shqipëria të antarësohet sa më shpejt në BE. Nuk ka ndodhur ndonjëherë më parë që nga 1912 që cili do qoftë i lidhur me pushtetin politik të shkojë përpara një prokurori dhe gjykatësit pavarur tetohet dhe dënohet. Partia Socialiste bëri një reformë në drejtësi që nuk e ka bërë asnjë vend në rajon. Kur ne morëm detyrën ishim të fundit fare në trenin e antarësimit të BE-s. Ne tani jemi lokomotiva e gjithë rajonit. Një nga gjërat që bëm ishte kjo, vendosëm të dorëzojmë tek drejtësia shpatën e ndëshkimit që gjithmonë e mbante qeveria. Kush ka hyrë më parë në procese hetimore ka hyrë me urdhër nga lart. Janë varur ministra në Shqipëri sepse ka ardhur urdhri nga lart. Sot ndodh sepse ne shpatën e ndëshkimit ja dorëzuam drejtësisë. Kjo është një gjë që garantohet duke hyrë në BE. Kjo nuk varet se del një buf kënete dhe thot se do shkri spakun, apo se del një specie tjetër dhe përbetohet se do të shkri drejtuesin e spak. Nuk ndodh më kur të jemi në BE. E treta, pse duhet të hyjmë në BE? Është se standardet e bashkëtesës në të gjitha nivelet janë të garantuara. Ju zonjat jeni ato që e mbani shtëpinë, ju e mbani ekuilibrin. Kur të hyjmë në BE, ne jemi vend përfitues. BE ka 2 kategori, atë të kontribuesve, ku janë më të mëdhenj dhe përfituesit, ata që kanë më shumë nevojë si puna jonë. Parafytyroni që të gjitha këto t'i vësh në diskutim për mustaqet e kujtim gjuzit. Jeni krenare dhe për ato që po ndodh në luftën kundër korrupsionit. Mos i dëgjoni ata që thonë, jo po u amorëm të gjithë, jo po u kapën të gjithë. Ne jemi afro 800.000 bashkë me migrantët që do t'i afrohemi 1 milionëve, njësoj si ju që kujdeseni për pastrimin e shtëpisë dhe ne në mënyrë të vazhdueshme do të pastrojmë shtëpinë tonë dhe do ta bëjmë vendin që kushdo që do të hajë të tjerët pas shpine të largohet nga shtëpia dhe të shkojë aty ku e meriton, tha Rama.